përpos bukurisë së peizazhit, këtij gërshetimi të këndshëm, ashtu siç ndodh shpesh në natyrën shqiptare, ku gërshetohet peizazhi luginor, ujor dhe ai malor. Është me të vërtet një peizazh interesant, por të gjitha njerëz kanë një krenari specifike. E besoj që në të gjithë udhëtimin ton, çdo sevasteriot është shprehur si bir i Amantias. Andaj, duke qenë në këtë vend, duke qenë në këtë trev, do të doja sigurisht që të njihnim, ndoshta edhe përmes rrëfimeve të njerëzve, historinë e Amantias, këtij vendbanimi të hershëm historik, i cili na identifikon edhe ne me Ilirët, na identifikon me historinë e lashtë të kombit shqiptar. Në krahun tim të djathtë është arkeologu dhe historiani Nasip Xhelili, i cili gjatë gjithë rrugës ka folur me pasion dhe dashuri të jashtëzakonshme, edhe për vetë faktin sepse 18 vite, ndoshta vitet më të mira dhe më të fuqishme të jetës, ai investoi duke gërmuar, duke hulumtuar në kështjellën e Amantias, në këtë vendbanim të lashtë. Dhe duke qenë në këto, sigurisht fjala e tij është e barabartë me fjalën e një studiuesi të mirëfillt. Përpos shkrimeve dhe studimeve të tij, sigurisht që ka dëshirë të përcjellë një mesazh përmes ekranit tonë. Faleminderit Apollon, faleminderit. E kam për detyrë të transmetoj atë që kam grumbulluar për rreth 18-20 vjet gërmime si antar i qendrës arkeologjike të Universitetit Shtetëror të Tiranës, duke punuar si mësues në këtë zonë. Mund t'ju them vetëm kaq që në rinin time, profesor të mi më kishin thënë që kemi rrënjë të lashta, por tash jam bindur për vërtetësinë e fjalëve të tyre. Sot për shembull, unë besoj shkencërisht që Amantia i përket rrënjëve të qytetërimit botror, sepse amantinët janë pjesë e asaj race ilire që i ka falu botës shkrimin ilir shqip, pelazg ilir shqip, i cili shkrimi i parë dhe rrënjët e shkrimit të racës së bardhë në botë. Këtë që them sot këtu nuk është një mburje e thjesht e një banori Amantinas, por është vërtetuar nga shkencëtarët më të mëdhenj botror, ata të profesionin tim e din këtë. Harvardi, për shembull, universiteti më i mirë në botë, ka vite që e ka thënë këtë të vërtet. Tjetër gjë për të cilën mburem që jam nga Amantia. Amantia mendohet të ketë qenë nga studiuesit botror si krye qendra e metalurgjisë ilire. Dhe nuk kam frikë t'ju them, nuk kam frikë nga e vërteta historike t'ju them se për 1000-1500 vjet ky qytet fantastik ka shkrirë dhe depozituar vetëm flori. Në atë epokë që historia botrore i thotë epoka e arit. Këtë nuk e them për ata që mbledhin dhe kërkojnë ar, po e them me mendimin tim të pastër që rrënjët e popullit tim, duke filluar nga Amantia dhe duke mbaruar në veri të Gadishullit ilirik, janë rrënjë prej Florini. Unë nuk vdes pa vërtetuar botërisht ato fakte që kam mbledhur për të mësuar studenti, jo vetëm në Harvard, po për të mësuar studenti shqiptar kudo që është në botë. Jam shumë krenar që pata mundësinë të transmetoja këtë mesazh dhe jam i bindur që shumë djem nga Sevasteri do bëhen shkencëtar të talentuar, sepse unë nuk vdes pa sjell shkollën gjermane ose shkollën amerikane për nxjerrjen e vlerave të pafundme të Amantias. Profesor, meqense jemi në këtë pikë dhe jemi në këtë Po i dash. do doja të dija, domethënë edhe për hir të viteve